Do të shkrijë tu bjoti. Shumë shoqërisë dhe ju festiseni të keni kokën. Për edukatën që ke marrë nga nëna. Ne nuk zënë të drejtën e person të plot. Nuk zënë të drejtën person të 95, nëse ke mundësi. Nuk është një vend të botë, asë një vend të botë, asë një vend të botë si mos dali ka mush moshën, ti mush moshën. Me statuse. Do ketë një debat, uje tjetër. Në qofë se kërëm që të fut në i grup, dy për dy vetë. Tani në çfarë burgji kemi tani? Tani do të Shqipëria me këtë pasuri kombëtare. Me këto. Minatorët ju bëjnë ftesë deputetëve kur të kalojnë këtu të kthehen një herë kthej nga pjata nga ana jote. Çfarë të ndryshon ty? Se është quhet statut apo që do benefitet apo statuti? E ka dhënë doktor. Mos e informoni se është Jo, sot jena unë krej sot të mi pash në shtil të ngjitur të vdekur. E ka për vete. Ne jena në moshë në prindërit juaj. Kemi dalë në pension 95. Në atë kohë, në rregull. Ne jemi të diskriminojmë, nuk në asnjë vend të botës, në asnjë vend të botës. Nuk kanë thënë që ne mos morrim pension, kena moshën, dhe nuk morrim pension në plot. Jemi në pension të pjesë. Edhe është e përfshirë në Minatorët kërkojnë statusin. Minatorët kërkojnë statusin. Dhe mundësi që ju kuantro që bani me taksat tona, kthejeni kokën tej. Se nuk fëlligjeni me ne. I fëlligjur ngelet. A mund bëri një propozim të hiqen gjithë statusat, edhe ti drejtojnë popullin. Qëse populli nuk e miraton, shnet se duena. E pra, po si që ke e punë tani? Ti drejtojnë popullin. Po në molle të si që ke e punë? Politik me minator. Dhe punën e shumë të rrezikshme. Edhe asnjëherë si jeni shpërblyer ashtu siç e keni merituar. Është shumë turp që njerëz në moshën tuaj të dalin sot protestë dhe të kërkojnë një pension të plotë. Pasi hapim letra, neve në kapër politika 92-95. Vetëm ajo është shkaktarje që ka shkatruar minatorët. Se shkatruar njerëz gjithë dorë minatorët në sistem me grupe. Njëri në asistencë, njëri me pension. 60%. Të gjitha janë politika. Dhe ajo politika djegë dhe Mediat, hajdeni te minatorët, o biton, o nibriton, se s'jani biton, jeni nibrit, jeni fëmijët e fëmijëve tonë. Janë gjatë kohës mbi. Mos roni me letur në park, mos u trëmni nga pronarët. Pronarëve po ju dita, po ju vjen fundi. Ata që kanë vjedhur, jo ata që rojnë me djertë. Si prindi ju, nuk e jo. Ngreni Ngel zonin. Vjen veta jo, vjen. Kjo dha ngel zonin për ta ngrit zonin. Si kalon? Çfarë Jurita e ka si jeni? Si kalon? Në kategori të parë. O Damian Gjiknuri, ktheu nga minatorët, se nuk ta fëllit shuratin minatori. Ktheja kokën qej. Kam dëgjuar fare
mirë kam thotë gjim. Ja, sot kush nuk është dakord me ne, sot shkruhet me një, shkruhet punë me një. Çfarë deputet? Shiko tash se ne kemi fol bashkë. Kam edhe gjimi. Ti po fshet të ngjallaj. Gimi ka qenë i pari që ka ardhur, po unë katunarin tim këtë kam. Po më respekto, mu të respekto ti madhi Allah familjerisht. Faleminderit edhe agjërim të mbar se është edhe muaj tani. Tani, sot është edhe seanca. Ju e keni pa që neve kemi ngrit në çdo komision. Kam 2 javë që e mbroj. Kam 2 javë që e mbroj. Tashti, sot në seancë, në qoftë se unë shoh që këto s'duan me miratu, neve do përpiqemi që edhe mund ta heqim nga rendi ditës, po unë do insistoj që ne ta diskutojmë deri në fund. E para, ato thonë që kanë ngrit edhe i grup pune. Kanë ngreti grup pune, thonë, dhe i kanë thrit miratorët, punojësit e nën tokës. Jo, në si më dy. Ore, më thanë se me kimin unë flasë shpesh edhe diskutojmë bashkë. Më thanë që i kemi thrit miratorët, tash këto të gënjejnë, të shojnë, që të themun. Minatorët që janë leva e partisë punës. Vazhdo. Ja themun pa fryt. Vazhdo. Ata folin si që da qefi, kurse ky grup minatorsh janë përzekutu qështë në vitin 93-94. Edhe sindikatët ne s'kemi pasa si herë. Dhe kemi dalë gjithmonë, merrni nga këto. Ne kemi një vit që punojmë bashkë. Merrni me këto. Unë i di kisha halle jo me sindikatat, as me Kollën, as me Gzim Kalas. Çfarë merr me emra njerëzish tash. Ato ne kanë votë. Çfarëdo që të ndodhi sot në parlament, unë do sigurohem që këtë çështje nuk është lodhje. Unë sigurohem që këtë çështje ne do ta vazhdojmë. Çfarëdo që të ndodhi sot këtu. Në qoftë se e rrëzojnë, neve do vazhdojmë. Më thanë ti se ke studiu mirë ligjin. Kemi një vit që punojmë bashkë, një vit. Po, të kujtojnë kur ka ardhur zura ime për parlament, një vit e gjysmë. O deputete Rina, më fal. Ne dëgjoj se nuk ne duam statusin që kanë miratorë vetë të mbajtët kur ka qenë Graboz Ruçi. Që është Arta Maku e parasysh e bota në pastaj u bën. Një status mirator. Edi Rama në çdo fushat vjen premton për minatorët kudo që vjen, po llafin që ka mbajt asnjëherë. Që marrin leje të vazhdojmë se do lidhemi bashkë pa. Edhe poshtë sot ligji 29/290 tek një qujt statut mirator. Se kam qujtun tash, mos u ashtu. Parlamenti ka për detyrë me Do të merrem unë tani me këtë punë. Pas një prova, amë do të respekto familjen Allah. Ju pa. Respekt. Se do flas nëse do ta lësh. Dakor? Minatorët, feje kokën këtej mos ngri qandën. Deputete, minatorët këtu. I keni këtu minatorët, derisa të japin prindër në fundit, këtu do na keni, aq sa të mbetemi. Se ju gëzoheni kur vdesim. Përshëndetje të gjithë minatorëve. Zotëri deputet, sot është një ditë e veçantë për ju për të miratuar statusin e minatorit. Mos na hyni në hak. Është antikushtetuese, antinjerëzore të mos miratohet statusi i minatorit. E kam thënë dhe përsëris prap. Në qoftë se nuk e miratoni sot statusin e minatorit, t'i drejtohemi popullit me referendum. Hiqni gjithë statuset. Dhe në qoftë se populli nuk e miraton statusin e minatorit, nuk e duan edhe ne. Tani është një nga punë më të vështira dhe më të rrezikshme. Ju nuk e njihni punën, sepse sa mbaroni shkollën ministër, sa mbaroni shkollën kryeministër, sa mbaroni shkollën kryetar kuvendi, sa mbaroni shkollën president.